jam për bukë gojës, se nuk kam lek për të bëjë një vizitë, nuk kam lek për të kënaq fëmijën. Fëmijën time, ore, nuk kam lek për të kënaq fëmijën tim, të rinj tim, se ne prindët gjithmonë janë të interesuar që ta rrisin fëmijën shumë më mirë se vetja. Pastaj e ndrydhi me kurrë, ai pastaj ai nuk është të thotë gjë për dashurinë për i prindi, para ma thotë, s'është kur gjë, prindi im thotë se s'ka, se prindi tjetri ka ble makinë 200 milion. Si jeni? Si e keni kaluar? Mirë, po i pyes njëherë, po bëj një lloj testimi, ti pyes them si ndjehen shqiptarët, për shembull. Çuditërisht u habita, duke thënë gjithë mirë. Nuk e di a keni vënë re edhe kur përshëndetemi qoftë edhe në shpejtësinë tonë të rutinës përditshme me vrap duke ndjekur kohën që po ne ikën edhe s'pe kapim dot. Kur përshëndetemi në rrugë, përshëndetje si e mirë, po që ai mund të ketë shumë. Mund të ketë 1000 halle dhe bo si monotonia e shprehja mirë. A e ke menduar ndonjëherë? E kam menduar faktikisht. Nuk duhet zgjasin bisedën më tepër njerëzit. Edhe i bien për shkurt, mirë. Ndoshta është vetëm kjo arsye apo ka edhe një arsye tjetër thonë që, ja thash unë profesorit ose ja thash dikujt tjetër, një miku, një shoku. Po thjesht do më dëgjoj, do i kaloj këtë, dargëtohet ose nuk do përfshihet shumë. Mendimi im është kjo më ashtu është koha ndoshta dukem si të ngutur edhe kështu edhe është thjesht i bie për shkurtaj. Nuk do të zgjas për mendimin tim. Nuk do të zgjasim më shumë bisedën. Po këtu a zë vetë kjo që njerëzit janë larguar nga njëri tjetri për shembull. Po, është e vërtetë. Shumë. Kemi humbur atë humanizmi, kemi humbur shumë gjëra, kemi harruar gjak, kemi harruar gjini, kemi harruar që duhet pushojmë, që duhet të ulemi me njerëzit tonë. Shpesh herë gushojmë ne dasim na i mort, sikur hapemi dhe e kuptojmë ku e kemi gabimin, ulemi nga herë me njerëzit, por në përgjithësi kemi humbur këtë që ka qenë një veti, ka qenë një virtyt, sidomos për shqiptarët, ka qenë shumë i lartë. Po pse po ndodh kjo? Si është? Ndoshta edhe kjo demokracia e tepërt ose shthurje mund t'i themi ne. Një dhe dyta njerëzit janë dhe të prirur, domethënë vetëm mas pasurisë, mas kësaj, kanë harruar çdo gjë, punën nuk e kanë me qef fare, duan të përfitojnë, të fitojnë, të pasurohen, pa punu, po. Edhe me dyzina, domethënë të morin lek me shumicë, pa vujt fare. Po faktikisht logjika, ekonomia, domethënë shkencat, gjitha këto nuk e pranojnë të që pa punuar, pa prodhuar, pa hyrë në treg me një prodhim. Kur e thot logjika, ekonomia, matematika, fizika, kimia, biologjia, këte e kemi humbur. Edhe prap ne këte e kemi humbur. Te kemi unë shoh një tjetër, një veprim të mënë shumë të gabuar. Një student ose një nxënës që do të mori librat për të shkuar në shkollë dhe urrejnë të tjerë pse ke ardhur me libra, pse i merr librat me vete. Je prapambetur, e qenë prapambetur. Dhe ne në fakt po edhe një ministër për shembull që shkonte me dosje studionte, ai shkon në parlament i thonë ky që ja budall, se kështu se masa ishte pjesë tjetër. Prandaj edhe Rama gjeti zgjidhje vendosi një ministre nga inteligjenca artificiale. Inteligjenca artificiale, diçka kote është ajo, po hajt ai do të justifikojë ca gjërat veta nëpërmjet asaj ministre. Pa si e lexoni këtë? Si? Për çfarë arsye vendosi atë? Po është ajo se është një diçka kot sepse ne i kemi ministrat tamam çipojta. Nuk është ofenduese kjo për Jo, ofenduese nuk është, ajo është një met që ati i levërdisht për të kontrolluar diçka, ndoshta në fakt. Shërbej më për mirë thoni ju? Nuk besoj. Nuk besoj. Unë kemi një rast diku ku përdoret inteligjenca artificiale. Për mua është thjesht një kopje, por boca gabime trashanike. Filloni qeshni kur bën gabime kjo inteligjenca artificiale? Po, unë qesh për shkak. Qesh. Përdoret në stacionet e Komzës, do njoftimi i këtij stacioni tjetër. Dhe nga herë ngatron stacioni duhet të thotë këtë që është për të ardhur për Tiranë, ai thotë atë që duhet shkoj. Pra, inteligjenca nuk mund ta zëvendësoj trurin e njëjt, nuk ta mund ta zëvendësoj atë dhëmti që e ka dhënë Zoti. Nuk mund ta vëzoj kur. Unë mendoj që asgjë nuk mund ta zëvendësoj. Të parët në botë me ministre nga inteligjenca artificiale. Mimo ky ka këtë qef të sensacione këto gjëra ti ka se do të hyjnë histori me këto, me veshjet, me këto gjëra me. Po, edhe me këtë me prindi 1, prindi 2 për shembull. Ato janë gjëra kot. Unë thash prap ne duhet të rrim natyrës, ne duhet të them atë që ka thënë natyra, që ka thënë Zoti. Që ashtu nuk mund të arri, sepse njeriu nuk mund ta bëj kush përveç të madhit Zot. Sa do të mundohet shkenca, sa do të mundohet, domthonë është qenja më e ndërlikuar, më e komplikuar. Ato prindi 1, prindi 2 më duken si absurditete, edhe unë nuk i pëlqej. Po kalojnë, po afrohen, po na përfshihen, po pjesë. Ore, kalojnë dhe besojnë. Kalojnë dhe besojnë. E përjetojnë nga ato që e përjetojnë. Ka qenë po dhe e përjetojnë. E shijojnë.
Po janë gjëra, në fakt, kjo është ajo domethënë për t'ju bjerë menjë njerëzve, për t'i orientuar nga turp. Po se që orientove tjetër, nuk e komendo dot. Ju e thasi si njëri që keni studiuar gjithmonë natyrën. Po. Jeni pro natyrës, pra pro naturalitetit, atë që është më prekshme, më origjinale, që e bën natyra dhe ka bën Perëndia, që është një fuqi mbi natyrshme që asnjë se kemi pa, po është një fuqi mbi ta, nuk mund ta bëj. Unë mendoj që se bë kërkush në. A duhet që ta zëvendësojnë le themi Zotin, pra Perëndin krijuesin? Nuk arrin dot kur më. Nuk arrin kur në botë, bilon them mos ta nxejnë më shumë, mos ta nevrikosin më shumë. Zotin pra të madhin Zot. Po vjen moment thuaj që po ka duruar. Po me thon drejt koha ka ardhur. Ka ardhur? Po ka ardhur. Janë bërë shumë gjëra. Kemi harruar shumë gjëra, kemi humbur shumë gjëra, kemi humbur shumë vetigme, që disa gjëra kafshët akoma i ruajnë, ne njerëzit i kemi humbur. Pra, unë për shumë që studioj natyrë, po, ka humbur çdo gjë. Ai që është që quhet qenie e ndërgjegjshme. Nësa kafshët ne qenë quhen pa ndërgjegjshme, po kanë ca instikte. Janë ata me instiktet e tyre, kanë ca instikte ato që nuk i shkelin kurrë. Edhe ato i kanë jetuar dhe në diktaturë, dhe në demokraci, dhe në dimër, dhe në verë, dhe në të mirë, dhe në të keq, dhe me ushqim dhe pa ushqim, por instiktet edhe rregullat e veta nuk i shkel kurrë se ne. Unë mendoj të shqisë, unë nuk jam profet, as nuk jam na njeri... Pra njeriu, krijesa njerëzore, humanët kanë shkuar më poshtë se kafshët. Ka humbur çdo gjë sepse ne bëjmë dhe gabim se asnjëherë nuk i thirrmi logjikës, ne besojmë mashtrimit. Ne besojmë dikujt që flet një megaloman, siç janë dhe politikanë. U besojmë verbërisht atyre ne. Ne kemi 1000 halle perfekte. 1000 halle për vete edhe nuk i zgjidhim dot. Ne kemi 1000 halle për tu anku, për protestu për vete. Nuk shumë ne protestojmë sepse një politikon i është prek 1 mita e pasurisë ose 1 mita e interesi. Ai jeton në luks, unë jam për buk. Jam për buk gojës, ose nuk kam lek për të bëj një vizitë, ose nuk kam lek për të kënaq fëmijën. Fëmijën time, nuk kam lek për të kënaq fëmijën tim, të rinj tim, se ne prindët gjithmonë janë të interesuar që ta rrisin fëmijën shumë më mirë se vetja. Mos do dhe ne nuk kemi pasuri për të kënaq fëmijën tonë. A do dhe pastaj e ndrydhi me kurrë, ai pastaj ai nuk është të thot gjë për dashurinë për i prindi, para më thot s'është kur gjë, prindi im thotë se s'ka, se prindi tjetri ka ble makinë 200 milion. Është punë e madhe edhe kjo nga ana është një diferencë e madhe. Statusit të ekonomisë është një diferencë e madhe. Faktikisht njerëzimi duhet t'i thrimë, por tani askush nuk punon më për edukimin e njerëzimit. Dhe edhe mësues që kanë pas misionin kryesor, domosdoshëm që paguhen për edukimin e njerëzit. Edhe ato e kanë humbur. Kjo vjen nga padituria apo nga keqësia? Jo, nga interesi, nga shtyhen mas interesit dhe lën. Pra këtë thashun, duan çdo gjë të fitojnë pa punu, pa dhënë asnjë kontribut, pa asnjë gjë. Edhe mësuesi është bezdis dhe ai vetëm e shef zonë apo ai jep në lek në gjë dhe nuk e vjen duke përshkallzuar derisa shkon deri në fund të klasës. Shko deri në fund. Edi Rama do të mbahet me histori. Po. Do të shkruhet një histori pas 50 vite. Ka shumë gjëna të do të shkruhet një histori se ka shumë gjëna të veçanta. Nuk besoj për keq jo. Jo për keq, Nuk besoj. Për çfarë për shkak? Është aktualisht në këto vite demokracisë është udhëheqësi që ka dhënë një farë kontributi për mendimin tim, është ka të meta sa të dush, ka një administratë të korruptuare, nuk po shef ekonominë e brendshme këto. Ka filluar të qapi sa shenjë, po them që nga këto vitet e demokracisë është i vetmi që mund të votohet. Jo se është i përkryer, po të kërkove me pas një qeveri, aktualisht vetëm ai plotëson kriteret aktualisht sot. Pavarësisht se ka shumë të meta. Ai ka çuar gjithë vorbullën ai në këtë pikë që vetëm qëndroi ai? Jo, e kanë çu, jo. Në këtë pikë kanë çu të tjerë. Kush? Të gjithë këto që ishin para këtij. Gjithë këto aktorët e Po, me liberalizmin, me shkeljet e ndryshme, me shkeljet demokracisë, me atë shtytjen e njerëzve vetëm për të vjedhur, me që kur i tha njerëzve që do të vijë çeku i bardh, apo do të qenë vitet 88 kur u hap asistenca, se e zgjatëm shumë nështë, që në vitet 88 kur u hap asistenca dhe i shifsha gjithë nërmoret, edhe anë nga jo mund, edhe këtu, kishin lënë punën dhe gjithë silleshin burrit dhe i thosha ku do hanë këto njerëz, kush prodho?
Kush prodhoi që do hanë, se duhet prodhoi dikush që do hanë. Që aty u shtyt njerëzit me morë para, pa dhënë asnjë lloj kontributi, pa dhënë asnjë lloj fruti, pa dhënë asnjë lloj prodhimi. Vazhdon po njëjti model edhe sot për Vazhdon, po njëjti se model. të famë edhe pa E njëjti model, bile disa që punojnë dhe punojnë me ndërgjegje i quajnë si skicofren, i quajnë si ignorant, i quajnë kështu sepse dikush tjetër fiton pa prek asnjë punë. Ja fitoj dhe nga puna ime. Unë punoj, si qenë dhe në punën time fitojnë të tjerë se më bëjnë presion ke puna e ke boshtë, mos e vërtet. Si bukë që haj. Po. Edhe bukë sa që garantoj. Po dhe bukën po e ham me zor, po e ham me vrap. Mbyll tani më që se thënë për pjesën e historisë. A do të fshihet, pra do të vijë një ditë që të fshihet emri i Skënderbeut në histori të shkruhet Edi Rama? Jo kur. Ja kur. Po këto po zhbëjnë në historinë. Ja, nuk e ashtu, në historia e mund ngeret, po jo në vlerat e herojt kombëtarë të. Po kokë me Skënderbeun do jetë. Se e kemi këtu ke sheshi për shembull. Te Skënderbeu përballë ka nga mënyra se si qaset me tujt edhe me shqiptarët, edhe me këto, për mu ka vizion. Ka një mënyrë tjetër të bëri politik. A do të Edi Rama po të njëjtën gjë siç ka bërë edhe Skënderbeu diku që luftoi për të mbrojtur vatanin? Për shembull, për të turistët që shohim ne këtu, a do të flitet një ditë për Edi Ramën që është heroi i këtij vendi etj, siç i flasin të Ciceroni? Nuk e besoj deri aty. Nuk e besoj deri aty. Nuk e besoj. Prandaj po lufton kaq shumë që ndrojnë pushtet. Jo, ai qëndrojnë pushtet, ai do të bëjë diçka për Shqipërinë dhe mendoj unë që qëllimi kryesor i atij është ta radhisin shtetet e preferuara të vlerësuara të Evropës dhe ai le diçka për Shqipërinë se duke e futur në këto shtetet kryesore të Evropës, ato i garanton shumë gjëra. Ndërkohë që Europa thotë ne jemi keq, është në krizë ndaj këtij. Është keq, a ja vlen fundimi në Europë në këtë situatë ku ndodhet Europa? Ja vlen sepse ti pa fuqish. Je shteti pafuqishëm dhe ekonomikisht edhe ushtarakisht dhe në gjitha. Dhe po su fut të ke një imath, të hanë kështu. Se ti halë në sy ke qenë, sidomos e fqinjve. Shqipëria është halë në sy e fqinjve. Do me të bëj pyetje tjetër, po s'po të mbaj më gjatë. Jo, unë t'jap përgjigje sa dur. Ta mbyll me një tjetër? Po, kur dur. Trumpi tani ka bërë disa politika me këto. E kemi parë tani në mandatin e dytë që ka marrë si presidenti i Amerikës, taksa, gjëra për Europën, për shtete ndryshme, tarifa të larta e tjerë, por këtu bie edhe Shqipëria në gjithë se çka po ndodh. Kina po bën shumë oferta të mira, ka hequr taksat, bursa për studentët, mundësi punësimi e tjerë. Tani, nëse një shqiptar zgjedh të shkojë për të studiuar, për punuar, për ndërtuar jetën e tij në Kinë, a quhet ky anti-amerikan? Ja, nuk besoj se quhet anti-amerikan. Ne janë qëllimet strategjike, se ne i provuam dhe lindjen, tani të provojmë dhe perëndimin, por shumë gjëra për shumë dhe këtë Trumpi dhe këto unë i quj për vete falso. Po ka kaq shumë që thohet nuk do të ketë luftë në Ukrainë, nuk do ketë luftë aty, po shkatrohen pas Palestinës, po vriten për ditë. Shqipëria ka qenë më mirë, nuk ka qenë në lindje apo tani në perëndim që aspiron për të shkuar në perëndim? Them kishte varfëri dhe i çik diktaturë të tepërt në lindje. Por sot nështë ka pasuria nuk është përndarë në mënyrë të rregullt. Pasuri i ka nështë sot, po ta provoj herë dhe këtë edhe perëndimin sepse kështu tani erdhi koha. Shqiptarët nuk prishin qef Jo, shqiptarët në përgjithësi ne jemi mësuar domthonë atyre me ju bën rajet atyre të mëdhenj. Edhe shumë pranojmë dhe ne nuk ankohemi për vete kurrë. Të përshëndes. Sa do që kemi ne, ta ke mbyllim. Edhe komë në fyt, e ne i thua, aman veç mos më mbyt, të mund t'jetoj që të shoh. Që të vujë nesër prap, jo të shoh, po të vujë nesër të knaqesh ti prap me vujtën time prap nesër. Edhe prap do knaq. Marrin kënaqësi. Deri kur të arrijm, deri kur vujtën tonë. Marrin kënaqësi, ka shkuar deri aty të lirë. Po. Gjëja që të marrin kënaqësi. Po, ka vaj deri aty që të marrin kënaqësi, sepse nuk ka frikë. Njeriu kur nuk ka frikë ka kënaqësi. Ke thënë gjë të bukur fare. Nuk kam frikë, Jo, s'ka frikë qarë. Ne jemi të vdekur. Ne nuk qohemi për asnjë gjë të bëjmë një protestë, për asnjë gjë në botë. Qa kemi tregu, kemi 30 sa vjetë, vetëm një protest kemi bo ne që e kemi detyruar Edi Ramën të ndroj me një. Për ato plerat, me ato një 4-5.000 vetë dojnë, ba ma u detyru, po të bëjmë protestat tila, ne mund të kishte zhvillim më të mirë ekonomik. Qeveria jo në regull, ato paria jo në regull, biznesment jo në regull, po i shkret.
gjysma kanë morë arratin, në përbot, gjysma tjetër punosim kooperativës bujqësore. Po nuk vlerësohet si Jo, nuk vlerësohet se puno dhe do të kthej lek prapë, nuk merr lek. Dhe kështu ka qenë në kooperativa. Punoshin 360 ditë edhe ktheshin kaj 30 lekë në ditë, ja ktheshin dhe një herë shtetin.